Si jeni ndër juve gjatë testeve të 3 mujorit? Gjatë testeve të 3 mujorit në fillim unë jam ndjerë shumë stresuar dhe i merakosur për notat se çfarë do merren në fund pas testeve. Për shembull në testin e matematikës, testin e fizikës edhe testin e gjuhës jam ndjerë shumë stresuar. Por që në fund situata u qetësua pasi bëm këto testet e biologjisë, testet e anglizisë që lënë goxha të thjeshta po më shumë zbavitse për ne nxënësit e për klasën tonë. Gjatë ditëve të provimeve nuk është se për mua janë ditë të qeta, gjithsesi mundoj të bëj më të mirën time dhe pse nuk mungon të sjellë. Gjatë testeve unë ndjeva shumë mirë, nuk isha i stresuar, përveç gjuhës që isha pak stresuar, por tek e fundit testet janë gjëra që ne i bëjmë gjatë vitit, janë trofeu i produktivitetit tonë, prandaj ne duhet të bëjmë maksimum. Unë them se ndjehem stresuar, por gjithmonë kam besim te vetes do sjell më të mirën time. Gjatë testit kam qenë i përgatitur dhe i qetë. Unë para testit kam qenë i përgatitur por pak i stresuar. Periudha e testeve ka qenë një kohë shumë e stresueshme për mua, sidomos në lëndën e matematikës, por ne do të përballemi me problemet tona, sidomos me testet, ato na nxjerrin notën tonë përfundimtare. Gjatë periudhës së testeve jam ndjer pak i stresuar, por dhe pak e lodhur, pasi testet janë diçka shumë kryesore për notën tonë dhe na duhen një notë e mirë për ta. Unë para testit kam qenë e qetë dhe e përgatitur. Unë para testit kam qenë stresuar edhe e përgatitur. Unë para testit kam qenë e emocionuar dhe e qetë. Gjatë testeve jam ndjer e lumtur sepse kam qejf të bëj. Gjatë kohës së provimeve, unë jam munduar të studioj sa më shumë, por gjithsesi emocionet më shfaqen në kohën që unë mora fletën e testit, por ama unë mendova se sa shumë kisha mësuar një natë më para. Gjatë testeve jam gjithë shumë ngarkuar dhe kur nis testi jam e stresuar, më duket sikur ai më mund. Por nga që kam studiuar shumë, mundem që ta vazhdoj testin me qetësi.